Vdes për një gotë verë kur gatuaj. Më shion shumë. Apo jo, amor? Shiko si bëna? Sigur nuk e di. Po pse, amor? Nuk më shion mua një gotë verë kur gatuaj? Si? Mirë, dakor. Këtu ke të drejtë. E di që më përpara nuk e vija në gojë verën, derisa një ditë i me vi, më thotë: Mami, çfarë është që vendor? Çaj? Fajta shumë qaj. What's out kjo? Po, mami, kjo urgjent, ha? Urgjent. Po ti me mamë, nuk e diti që tani gjithë pinë verë, nuk e diti? Fëmijët, ha? I ditë gjitha. Edhe në atë kohë vajza, sa po kështë bërat kalimin e pamshëm. Nga ato festat e adoleshentëve, ku lyeshin si... Më falni, si mos më keq, në diskutimet e stërgjatura intelektuale feministe dhe bashkë me shoqen e saj Lizën, moj nuk pushonin së diskutuari për barazin gjinore, për të drejtat e grave, ndërkohë që kjo gruaja tjetër këtu, i gatuan të atë që dolin, i shtryn të lëngjët e portokallit, i kuroste qarqafët dhe i çonte ushqimit e koka. Diskutime që sa do sforcoheshe nuk arrije të kuptojë gjë për gjëje. Dhe me qënë se në këtë shtëpi nuk arrinim ta kuptonim si ç'duhej, vajti tjetoj me shoqen e saj. Ndërsa i mbirë se ku shkoj dhe gjeti një shtëpi të vjetër dhe i thash: Morbir, po që është kjo shtëpi, Morbir? Shtëpi me 3 këmbë? Po ti gjetë patër një vend hajrit për të jetuar si ç'duhet. Ma... Një vend i hajrit nuk është një vend për poet instalacionesh, ma... Për poet çfarë? Për poet instalacionesh. Se ky është hobi i fundit i djalit tim. Të bëhet poet instalacionesh.
Se qka qa poezi, se qka, si ishte e poezia mund? Si ishte? Unë I urrej ato kodrat kaltra, unë I urrej ato mut kujtimesh. Ti qofsh që s'ma lexove heshtjen. Më falë, poezi është kjo? Jo, është pak I shkar, është pak I shkar. Unë qri këtu duke la posur. Kur ai përpar vjen në shtëpi. Ai, I më shoq. Si është ai kur? Ha? Tregoj pak, si është ai? E di si është ai? Ja për shembull. Ai do që gjërat të jenë njësoj, çdo ditë të jetës, pa ndryshuar asgjë. Për shembull, do që dreka të jetë në tavolinë sapo ai të shfaqet tek dera. Në qoftë se larg qoftë, pjata nuk është në tavolinë, kur ai fut këmbët në shtëpi, bëhet burguleja. Unë kam kohë që kam hequr dorën nga zënkat, ama një ditë nuk e përmbajta dot më vetëm dhe I thash: I dashur burr. Në qoftë se dreka nuk të vihet në tavolinë në të njëjtën orë, fiks çdo ditë të jetës, kjo nuk do të thotë që vetingu do bëhet. Edhe as si kryeministri ynë, larg qoftë, o Zot, mos e vënë Zoti, do ri një ditë pa dalë në televizor. Jo, e vetmja gjë që do ndodhë është se njëri prej 7 miliard njerëzish që jetojnë në këtë planet, do ta haj drekën disa minuta me vonesë, kaq. Ndryshoj gjë do thoni ju. Sikur fola me këtë. Le që më mirë kisha folur me ty. Shiko, nuk po them se Im shoq është njeri keq, ha? Jo. Thjesht mendoj që shumica e meshkujve janë njësoj. Domethënë, janë shumë të lezetshëm në fillim. Ha? E keni parasysh? Kur të vinë rrotull për të shtë në dorë, para se të pasi kanë bërë atë punë me ty, sjellja e tyre fillon të ndryshojë. Si puna një reklame. Pash një reklam para ca ditësh, ishte një burr me një tabakat dhe me një gotë qumshti. Edhe ja çon gruas dhe ajo I thot: "Unë dua dhe çokoladë." Ua, ç'bën ky? Hidhet nga një shkëmb I lartë 300 metra. Noton një distancë prej 8 kilometrash në një det plot me dallë, vetëm që t'i sjell gruas çokolata. Tani çfarë kuptojmë ne nga reklama? E para, që asaj zonjës I pëlqejnë shumë çokolata. Dhe e dyta, që ajo deri në atë moment I ka mbajtur këmbët e mbyllura fort. O mos t'i kishte mbajtur ashtu? Ai jo vetëm që nuk do hidhe nga shkëmbi 300 metra dhe nuk do bënte not në atë detin me dallë, po kur kjo t'i kujtonte ato çokolatat që ky I sillte dikur, ai me siguri do t'i thoshte: "Ça çokolatash mi gru?" Po shive mi gru, s'është bë mishi, topa. Gjithsesi, unë nuk është se I urrej meshkujt, nuk hyj tek feministët, siç është shoqja ime, për shembull Gjulja. Në fakt, Gjulja shkret nuk ka qenë gjithmonë feministe, po u konvertua një ditë. Pasi gjeti të shoqin në shtrat me kamarierin e picerisë. Që nga I moment filloi t'i urrente burrat. Edhe picat, kuptohet. Jo, po s'ka faj, as unë s'do kisha futur picë në gojë, jo.
si mos ma propis mua, se... Ska, Po ajo është e fort. A e dini që është i vetmi njeri që më ndihmon ta mbaj mendjen në vend, ha? Është e vetmja shoqe me të cilën flas hapur. Përveç shteje murë. Zot, si do t'ja bëj kur ajo tiki 2 javë për pushime në Greqi? Çfarë do bëj ato 2 javë? Dhe i thash, Giulia, nuk do ta ndjej shumë mungesën tënde se ka murin. E dini si mu përgjigj? Aman, ti me këto batutat e tua prej shtëpiake, dëgjoj. Dua të vish me mua në Greqi, dakord? Ai, bukur kjo, ja dhe muri po qesh. E imagjinon dot, unë në Greqi. E imagjinon si do t'i ikte ngjyra fytyrës atij, do shtrembëroj në fytyrë nëse do t'i duaj të kujdesej për veten e tij 2 javë. Unë mënohem 5 minuta në banjo dhe ai kujton se kam vdekur. Pas ka ngaruar nga sjellin ujin prap sot. Po ç'kuptim ka jeta pa një bidon 5 kg, ç'kuptim ka. Verë shumë e mirë. Si duket, sigur e ka prurur diellin. Ja im shoq për shembull nuk e pi verën fare. Ai thotë që të pish verë është thjesht një mënyrë elegante për të bërë ta. Ndoshta. Por unë shpesh ëndërroj të pi një gotë verë e ulur buzdetit në një vend ku bëhet rushi. Im shoq për to ndal jashtë qytetit, e jo me jashtë shtetit. Ndërsa unë se kam problem si kur t'i bie botës qark. Mendoni, ne kemi 15 vjet që shkojmë të dielave në pot njëti lokal dhe ati as që i shkon ndërmend që ta ndrojë. Giulia thot që është okej, thot Giulia, nëse ai nuk do të udhtoj, le të mos udhtoj. Por kjo s'duhet të ndaloj mua, të shkoj ku dua. Dhe me logjik kjo Giulia ka të drejtë, po tu bëhet fjalë për martesën, Giulia, dhe aty nuk hyn fare në punë logjika. Unë kujtova se e binda. Kur ajo ja be sot të pikë të mëngjesit dhe më zgjat një boll me sahat. Bilet avioni për në Greqi. Zonja SHB, jam unë. Numri fluturimit 581. Nisja ora 16. Mbërritja në Santorini ora 21. Dhe ma la biletën në dorë. Një dhurat nga unë, dakord? Dhe iku. Giulia, harova biletën, Giulia, nuk bëhet fjalë, Giulia. Si? Po, do ja kthej nesër, po, e pes iku. Do më thënë, unë nuk përpoqja ti them që kjo është e pamundur. Unë nuk shkoj në lëviz zot, po ju se keni idenë si janë të feministët. Këtyre ti thuash për një gjë që është e pamundur? Atëherë kjo është arsyeja ideale për të bërë pikërisht atë gjë. Ua. Po, do t'ja kthej nesër. Vetëm se do ishte fantastike mura, do me thënë, unë i zgjas drekën përpara tim shoqi. Kthej pa kokën anash, si pak keq, dhe i them, i dashur, unë po shkoj një 2 javë për pushime në Greqi. Do me thënë, ti se ke problem të kujdesesh për veten tënde këto 2 javë? Atëherë, i dashur, shiko, të lutem, vetëm 1 sekond ngrije kokën nga gazeta, vetëm 1 sekond. Kjo këtu është soba. Ndërsa kjo këtu me këtë gjën e rumbullakët është lavatricia. Tani përpiqu mos i ngatrosh, që mos përfundosh duke ngrënë çorapet thekura, mirë? Ai, bukur. O zot. 2 gra që nisen vetëm me pushime në Greqi. E di unë shumë mirë çfarë do mendoj ai. Që po shkoj për të bërë seks.
Puna është që seksi mua nuk më pëlqen kështë di se çfarë. Ja, kol mur, më pëlqen mua seksi? Ja. Edhe muri e di që s'më pëlqen. Ku di unë flitet aj shumë për seksi, i bëjt aj shumë reklam. E ti si më duket? Si puna atyre supermarketeve, kur bëjnë oferta. O, me vrape, putu, e dile, në shtyre, e kape, kujdes ku e kap të. Edhe në fund, çfarë bleve një gjezve, ua? Si një gjezve, tërko oferta një gjezve, po ajo në qëlloj një gjezve. Pun tjetër, po të kësha lindur një brez më vonë, ta. Tisha sa vajza ime, për shembull. Ta. Unë ata i quaj bitë e klitorit. Po ata e zbuluan dhe e provuan klitorin. Moshën time, ku këshim dëgjuar ne ndonjëherë për klitorin? Ne në atë kohë mendonim që ishte thjesht një punë kështu, fute nxirrë. Pyet nizeshin në qielle. Toka driveje. Unë nuk e di për ju, po për mua e vetë me gjë që drive ishte koka krevatit. Ndërkohë, që klitori pas ka qenë aty gjithmonë. Më falë, një sekundë, si një pyetje kam unë. Po pse me vete pas kam pasur klitorin? Po, me vete ke pasur. Nuk e dija, po pse çfarë kujtove ti? Nuk është se kujtove ndonjë të madhe, po thash, duhet të ecësh më falë, ka ne klitor te për aty, ka marrë qose fiksi puna e kontinentit Amerikës. Aty ishte edhe kontinenti, po se dinte njeri derisa e zbuluat. Po unë sa më dallaqë, po si su martova unë me Kristofor Kolombi, po martova me Sa vjeç duhet kem qenë ja 29 vjeç, kur lexova për herë të parë për klitorin në një artikull. Po, ju e keni parasysh kur lexon një fjalë për herë të parë dhe nuk e di si shqiptohet, dhe me siguri shqipton gabim. Sigurisht e njëjta gjë ndodhi edhe mua, mendoja që klitori shqiptoj klitorik. Nuk e di. Kështu më pëlqente, më duket e si emër njeriu. Klitorik, si e zemër? Si ke qenë? Mirë? Do vish të pish një kafe? Të lutem. Urdhra. Mos i ish, uçtë, ma mbet qenë. Klitorik, si ke qenë? Mirë, në shtëpia si janë. Mirë, gjithë mirë, ë? Ore klitorik se s'kam pyetur, ti e fëmijë vetëm apo ke? A ka mundësi ta mbyllësh atë ti mur? Shumë bukur tingëllon. Më fal, në rrugë ka shumë burra me emrin Hajdar. Më lër. Nëse, shumë mendoja unë se shqiptoj, kur ja përmend për herë të parë ti më shoqi. Oj, dashur. Po ti ke dëgjuar ndonjëherë për këtë klitorikun që flitet lart e poshtë? Ai as i ngriti fare syt nga gazeta dhe më thot: po, këto pjesët gjenerike i ka më të mira Benzi. Shtu që klitoriku për ne vazhdoj të mbete i pasbuluar. Prit kur të zbuloj që për drejt do haj vesë të skuqura me patate. Më fal, mos dëgjova një pse unë aty? Apo si pse? Apo se dini ju? Po sot të shenjte dhe çdo të njëjtë burri duhet haj biftek. Apo e ka thënë Zoti. Qili, urdhro Zot. Ti du t'i japësh të në çdo të njëjtë biftek.
Se po nuk I dhe yt shoj do të flerë me stomakun bosh tër natën, ndërsa ti më Shirli do të përpëritesh në agonit plot nga zhurma e stomakut do të shoqi. Në fakt, unë ja bleva sot në mëngjes biftekun, por më pas vendosa të bëj një gest human dhe afala Bobit. Bobi është qeni komshive, po një qeni bukur, zagar, por I ka fat. Pse? Të zotit ti, pasi kishin ngrënë tër jetën mish, na u kthyen në vegetarian. Dhe kështu kur e morën Bobin, po kështu krysh fare të vogël, e rritën si të tillë. Më fal, një qen zagar vegetarian? Po në qofë se zoti do donte të bënte një zagar vegetarian, do kështë bërë një zagar që t'jek bilet e rushit. Po kjo është zagar ku do mish, edhe unë mishë dash. A Maja blente të shikoj e kënaqësi në fytyrën ati qeni, kur provoj për herë të parë shijen e mishit. O zot. O zot, nuk e di sa do t'ja blej kur shikoj fytyrën e tim shoqi pas ka marrë vesh. Çfarë ke bërë ti më? I ka dhënë biftekun tim një zagari, ha? Po ti ke luajtur mënç me grua, ha? T'ja liruar vita ty tot e fundit, ha? Po! I dashur burr, m'ja liruar vitat. Madje, një vit nuk ka ngelur pa u liruar. Dhe jam shumë e lumtur për këtë, sepse sot për herë të parë më dhuroi një bilet avioni për të shkuar 2 javë me pushime në Greqi. 2 javë, mbas një jete të tërë, duke të shërbyer ty dhe fëmijëve tanë. Dhe di çfarë burri dashur, të bëfshin mirë patatet dhe vezët. Ika unë, bëj gati valixhen. Po nesër, se sot është vonë. Kështu thaj ngirë t'i them kur erdhi sot për të marrë ato rrobat e lara dhe I tregova biletën. Shko ma, shko. Shko tek ato kodrat kaltra, ma. Hini gjitha mbrapa krave, ma. Shko ma. Ço? Mos mendo për babin këto 2 javë. Go. Kështu e kaj? Ke ndërmend bësh diçka? Bëje! Kështu ka qenë ti në shkollë. O zot, historitë e ti në shkollë. Ja, unë për shembull as në shkollë nuk kam ndonjë histori të bukur. Madje më kujtohet që në fund të shkollës mesme, tek doktesa, drejtoresha më kishte shkruar këto fjalë. Me bindje them se nxënësja Shirli Valentina, se ky është mbiemri im I vajzërisë, qetësi. Pra kjo nxënëse nuk do të ecë shumë përpara në jetë. Madje duke pasur parasysh notat e saj në gjeografi, me siguri do të humbas rrugën. Ndërkohë që dëshira ime vetme, ishte të udhtoja. Ndërroja të bësha stewardesë. Por ja që s'kisha as pak një drejtoresh mirëkuptuese. Edhe ajo e kishte zakon na vinte në mes të orës mësimit dhe na bënte pyetje rrugë. Edhe kush përgjigjej sakt, fitonte një shumë të madhe pikësh. Po thuajse gjithmonë, përgjigjen e sakt e jepte Matilda May, nxënësja më e mirë e gjimnazit. Edhe kështu na vjen një ditë drejtoresha dhe na bën pyetjen e radhës. Cila është pikja më e rëndësishme e njerëzimit? Të gjithë nxënësit në klasë ngritën duart. Ta them zysh. Për herë të parë e ngrita dhe unë dorën. Drejtoresha më shikon dhe më thotë: "Aman, Shirli, vetëm ti mos e ngri dorën." Domethënë mos ma ço këtë ditë tez, Shirli, domethënë nuk ka shanse që ti ta dish të gjë, Shirli, nuk ka shanse. Dhe filloi të sillej nëpër klasë me një buzëqeshje që I bëj akoma dhe më qesëndisse kur dëgjonte përgjigje të gabuara si: "Kompjuteri zysh, olo. Katoda rrezëve të kaltra zysh, olo. Bideja zysh. Falë. Të jashtë, kafsh, jashtë, tavash." Asnjë nga nxënësit e zgjuar nuk po e gjente dot. As Matilda May, ndërkohë që unë
Vazhdoja me dorën lartë. E dija shumë mirë përgjigjen. Ma kishte mësuar dikur i matë, kur më lexonte enciklopedinë botrore. Baba i shkret. Edhe në shtratin e vdekjes nuk e hoqi nga goja enciklopedinë botrore. Po si ka mundësi, po si ka mundësi që i kam fëmijët kaq trash. Kur unë jam ndër të parët që i kam der enciklopedinë botrore, drejtoresha bëri dhe më në fund më dha leje. Dakor, Shirley. Na e thuaj ti përgjigjen, Shirley. Prit pak me Shirley, atë kujtohet pyetja se ti kaq e ke memorje. Pyetja është, cila është pikja më e rëndësishme e njerëzimit, mi Shirley? Atëherë, unë mbajta pak pauzë, si për ta shijuar këtë moment, dhe i them, rrota zysh. Drejtoreshës, sikur i ra qiellin kokë. Ndërkohë unë mendova që ajo s'më kishte dëgjuar, kështu që e përsëris, por me zë më të lartë. O zysh, rrota! Rrota, zysh! Shpikja më e rëndësishme e njerëzimit. Por ulërima drejtoreshës nuk m'la ta çoja fjalin deri në fund. Ti! Ta kam treguar përgjigjen. Ti je, skap, Tomash! Që nga ky moment, shkolla nuk më të roqi më asnjëherë. Një urreja të gjithë dhe gjithçka. Edhe sidomos këtë, Matilda May. Por në fakt, unë nuk urreja s'kënd. I vetmi njeri që urreja ishte vetja ime. Unë doja të isha si Matilda, domethënë si Matilda kur ishi në shkollë, se tani ata thashun ty mund që takohem Matilda May para ca kohësh? Ta kam thënë, dakor, se kam thënë tyre. Kisha vite që nuk dija fare se ç'bëj me të, përveç se dija që udhtonte shumë. Mbaroj një ditë pazarin e javës, dhe keni parasysh çfarë ndodh kur je ngarkuar sa më s'ka? Po jo shi. Moj u qa qielli, u qa? Edhe mendova çuditshme, si janë të lidhura gjërat. Ti je ngarkuar si gomar. Të fillon një shi me breshër, dhe tërë ato buzët sikur zhduken si me magji. Ashtu e bërë qull, thash, po shkoj drejt tek hoteli në qendër dhe të marr një taksi. Mbrit tek hoteli në qendër dhe po kërkoja ndonjë gjë të mprejt, në një cop xhami që të prisja damarët, pasi me taksin ishin zhdukur bashkë ato buzët. Kur pikërisht në atë moment, një limuzinë e bardhë frenon mu përpara këmbëve të mia. Kuptohet, çfarë kishte ujë në rrugë, gjysma ra mbi mua, edhe gjysma mbi çantat e pazarit. Doja vetëm të ulëria, dhe në fakt ashtu bëra. Nuk isha mbaruar akoma ulërimën kur nga dera e limuzinës shfaqet një grua e veshur e tëra firmato. Fiksi këto, deputetet tona. Edhe fillon të ecë drejt meje. Ju betohem. Ajo po ecste përmes shiut që binte breshër dhe asnjë pik nuk binte në trupin e saj. M'afrohet dhe më thot, Shirley Valentina. Ngriva, e dallova me njerë zërin e Matilda Mayt. Po, nuk ka dyshim, ti ajo. Dhe pastaj, më kërkoj të falur, që makina saj më kishte lagur, dhe më ftoi për çaj në hallin e hotelit. Ulëm në hall, dhe ashtu e bërë qull si qisha, e shikoja dhe mendoja, dakord, Matilda May, jepi, më fol pak për atë jetën tënde, luksoze, për ato udhëtimet e tua, për atë punën tënde prej stewardese, mangulat thikën. E di çfarë do bësh mbasi të mangulësh? Do rrotullosh ja 2 herë, mirë? Që të më vëmë shumë. Hajde, më fol për ato vendet e tua që ke parë, si stewardesë, vendet më të bukura në botë. Ajo vetëm më shikonte dhe buzëqeshte. Në atë moment vjen kamarierja dhe na servir çajin. Dhe unë që i them, kjo është Matilda May, është shoqja ime vjetër e gjimnazit, edhe punon stewardesë. O, Zot, që profesioni mrekullueshëm, apo jo? Stewardesë, nga të lindi ky mendim e zemër,
Unë vërtet udhtoj shumë, por unë nuk jam stewardess. Unë jam prostitut. Matilda May, kurve klasit parë. Ngela, nuk dhja që ti thoja e the mua, vërtet? E di si është puna, Matilda? Me këto kohë që kanë ardhur, shqyqy që jenë puna, biseduam me orë të tëra si kur ishim shoqe të pandara prej vitesh dhe filloi të më tregonte për jetën e saj, për klientët e saj, biznesmen të huaj, që vinin në vendin ton edhe ndjeshin vetmuar. Kush I lindet vetmuar? Kush? Matilda May? Aty, me kokë puna, aty, s'ka. Njëra dukej si personazh që sapo kishte dalë nga filmi Dinastia. Tjetra sikur sapo kishte dalë nga Gjoli. Bisedua me orë të tëra dhe në fund, kur po ndaheshim, më thotë që gjithmonë ishte dashur të ishte si unë. Si unë? Më shikon dhe më puth letë në faqe, këtu. A e dini që ishte puthja më e ëmbël që kisha marrë prej vitesh? Lam të mirë, Shirley Valentina. Lam të mirë. Dhe iku. Shiu pushoj, ato buzat u shfaqen. Hipin ato buzë për të shkuar në shtëpi dhe fillova të qaj. Unë isha Shirley Valentina. Unë kam qenë dikur vajzare. Ju betohem. Mor! Kujtohet që kam qenë dikur vajzare? Atë kujtohet. Atë kujtohet ajo vajzare që erdhi të banoj këtu dhe megjithëse u martua me një djalë që quhej Toni dhe mori mbiemrin e tij, vazhdonte të ishte Shirley Valentina. Edhe për një farë kohe. Dhe pastaj mbaj mend që qeshte shumë. Edhe ai qeshte shumë. Atë kujtohet? E mbaj mend? Po kur filluan të lyejnë të vozhin, dhe pastaj filluan të lyejnë ty, o zot, dhe pastaj birbët filluan të lyejnë njëri tjetrin, dhe ashtu të langosur, u futën në vask, dhe vaska që u bë verdh, dhe ai thot zemër, është vask me vanilje. Dhe ajo I lau kokën dhe I puthi flokët e lagur. Dhe atëherë po, e dinte se çfarë ishte lumturia. Po pastaj, çfarë ndodhi me ata dy? Apo ishte nga që s'ndodhi asgjë? Ha? Sa mirë do ishte sigur ta kisha gjetur në krevat me atë kamarierin e picerisë tashme. Jo, sa mirë do ishte, ha? Sigur ta kishte një njeri faj. Por në fakt jo. Askush s'ka faj. Ata dy u martuan, ngritën një shtëpi, lindën fëmijë, I rritën, dhe diku në këtë udhtim, ai djaloshi u kthye në ai. Ndërsa ajo vajza e re që qeshte, ja, u kthye në këtë që shihni. Edhe mua s'm kujtohet as dita, as ora, as viti kur Shirley Valentina u shtuk. Edhe një emër tjetër ju shtua listës personave të humbur. Tani, ai më thot se më do akoma. Po kjo nuk është e vërtet. Sa të mërshme është kur thonë të dua, sikur mjafton kjo fjalë, edhe çdo gjë tjetër rregullohet. Do me thënë, ty mund të kenë rrahur nga mëngjesi deri në darkë. Ta kenë bërë kurizin më të bukë se barku. Dhe në qofë se t'ja në koshe, mos më prek këtu se nga që më gjuajt e më dhëmë, a I thot, qa dhe kemi zemër. Ti e di që unë du. Ua,
Du? Po ç'është kjo du? Unë se kuptoj pse njeriu që thotë të dua ka automatikisht të drejtën të trajtoj ty më keq se njerëzit e tjerë që ai asnjë fare. Për shembull, nëse unë nuk do isha gruet im shoqi, nëse unë do isha shice shumicës e zë, im shoq do më fliste me mirësjellje. Gati ëmbël. Puna është që ai nuk i thotë të dua shicës. Ai më thotë të dua mua. Dhe me mua nuk sillet këndshëm. Kuptohet, ë? Kur i teket sillet, kur i teket më flas. Atëherë si shpjegohet kjo të dua apo? Pse nuk e lë të thonë ju? Këtë më thotë dhe Gjulia. E vërteta është që unë nuk e di pse. E vërteta është që jam 42 vjeç dhe për herë të parë më dhuroi një biletë avioni për të realizuar një ëndër time, edhe unë se bëj dot. Se bëj dot. E urrej veten time që kam një jetë që flas me murin. Mos e merr personale ti, ëh? Kam frikë nga jeta përtej murit. Kam frikë se po t'ikej nuk do di ku të shkoj. Si është puna, kur isha e vogël, vdisja të hidheshe nga çatia. Vdisja. Tani merren mend dhe po trin trotuar. Greqia. Në djallë dhaft. Aman. E fundja ç'është Akropoli? Një tuf me rënoja që i nga lënë aty për turp zotit. Po ti pastroja ato rënoja. Unë nuk e dija ka kryetar bashkia i vënda s'ka, po pastroj, bëj një shesh me mermer aty, Mor, po sigur mund ta bëj gjithë të shishën e verës. Mund shtirem sigur jam Greqi apo jo? Shumë bon. Pasaporta, biletat, parat. Pasaporta, biletat, parat. Pasaporta, biletat dhe parat. Zot, pasaporta. Po, më vjen për vjell. Do më thënë, përfundimisht të kokrat e udhëtimit nuk bëkan asnjë efekt. Kam pirë 4 deri tani. Dhe më përzihet vetëm duke vrapuar në për shtëpi. Më e kam tregut pasaportën? Ishe këtë. Prit. Po, do dhe 15 vite të s'ka doj. Si është puna, kur mos thuaj kur. Ja, ky mund t'jetë vetëm fillimi për shembull. Këtë vit në Greqi, vitin tjetër në përbot. O zot, më të shmënde! Po nuk pushon. E di që duhet i kisha thënë që po ik, e di. Por e para,
Nuk gjeta do të momentin e duhur. E dyta, edhe po t'i kisha thënë që po iki, ai do bënde të shmos që të mdalon të shkoja. Dhe në një mënyrë apo në tjetër, do më bënde ndjesha fajtore, dakord? Jo, se tani nuk ndjen. O Zot i madh. O Zot. E di që do ta paguaj këtë gjë që po bëj. Madje e di çfarë, Zot? Dgjoj. Jam shumë dakord ta paguaj këtë gjë që po bëj, po kur të kthehem, mirë? Edhe të lutem, kujdesu për fëmijët e mi. Kujdesu dhe për Tomin. O Zot, gjithë këto ditë, nga njëra anë bëja fshehur azigati valizhen, nga ana tjetër gatuaja dhe kurosja Tinës për 2 javët që nuk do jem. Po fshehur azi dhe Tinës, si kur isha në një kamp përqendrimi dhe kisha marrë një lupë të vogël dhe po hapja një tunel të nëndeshëm. Dhe mbas çdo zhurmë që ti dëgjon, mendon se po vinë të mbërthej nazistët. Urdhro? Po. Ja kam bërë gjitha ushqimet gati, ja kam vënë në ngrirje dhe i me më do vi t'ja shkri dhe t'ja ngro para se i vi nga puna. Tani, me pak fat, ati as nuk do t'i bjerë fare nëse që unë nuk jam këtu. Më të shmande! Dakor, e kuptova. Po i lë një letër. Nuk pushon. Jam në Greqi. Kthehem mbas 2 javësh. Buçe. Dakord? Do t'i kisha treguar, vazhdon. E di shumë mirë Amur që duhet t'i kisha treguar. Po harrove se çfarë ndodhi atë ditë kur i dash për të ngrënë ves fushën e patate? Harrove. E po unë nuk e kam harruar. Dhe ishte pikërisht ajo që ndodhi që më bëri të marr këtë vendim. Ato patate. A ja kisha skuqur për bukuri? Apo si ishin dhe patate të reja? Po vezët, vezë fshati, të skuqura me gjalp, një sallatë e mirë. Dakord. Unë e kuptoj që si ditë e njëjtë që ishte, ai priste atë biftekun e tij, ndërkohë që vjen dhe gjen vezë të skuqura në patate. I hedh vetëm një vështrim pjatës, as që merr mundimin të marrë fikën dhe pirunin, Unë iç, fillova të ha qetësisht. Pastaj i hedh një vështrim tjetër pyetës. A thua se aty brenda do gjente kuptimin e jetës, aty ke verda vezës, Dhe pastaj, mbas një hetimi të hollësishëm, më pyet. Çfarë është kjo? Çfarë është kjo? Unë zgjas kokën dhe them si pak keq. Dgjoj tani. Kur i skuqa unë, këto ishin vezë të skuqura patate. Tani, duke qenë se ti nuk je kthyer në Donald Trump, dhe as unë në Melanie Trump, them se po, vazhdoj të jenë vezë skuqura patate. Ashtu, më tha, e po unë nuk e ha këtë lëtyrë. Dhe shtu pjatën në drejtimin tim. Gjeni pak, u bëra e tëra me vezë skuqur dhe patate. Ndërkohë që e verdha vezës po më rrinte nëpër trup, ai çohet dhe fillon t'i mbajë një fjalim frigoriferit. Se sa që në vrikoset me frigoriferin e ka. Unë vi lodhur nga puna dhe çfarë një kjo për të ngrana, çfarë një? Duke qenë se frigoriferi si kthen asnjëherë përgjigje, ky përgjigjet po vet. Jo, mos fol fare. Ta them unë se çfarë vjen kjo. Kjo vjen vezë me patate muti, ja çfarë vjen. Ashtu e llangosur siç isha, çohem dhe shkruaj në mur.
Gre. Qi. Por ai asje e vuri re fare, pasi kishte filluar të mbante një fjalim sobës. Doja të shkoja diku, nuk dija ku të shkoja, dhe vajta tek apartamenti vajzës Sindit, që sigurisht nuk ishte aty. Doja të merja Xhulia në telefon, por ashtu si dola kisha lënë celularin në shtëpi. Gjithë jetën time kam takuar dhe kam njohur shumë njerëz. Atë ditë këm njeriu. Kur nuk isha ndjer më e vetmuar. Kur kthehem, e gjej që po mbaronte biftekun e tij, që e kishte porositur tek një restorant aty pranë. Ç'është kjo, tha, duke bërë me kokë nga muri. Është një vend, i them unë. Një vend ku do shkoj unë. Gjë këtu ti. Una s'kam ndërmend të shkoj në Greqi. More vesh. Dhe në qoftë se ti nuk po gatuan siç duhet, se po kursem parat për të shkuar në Greqi, hiqe nga mendja, në asnjë vend nuk do shkojmë. Dhe pikërisht në atë moment unë fillova të qesh. Po jo të qesh. Po me lotë, moj nuk po shkoja nga të qeshur, moj desh mrat fikët. Moj qeshja si e marr. Po, sepse në atë moment e kuptova. Po, e kuptova. Unë do të shkoja në Greqi! Bona gati gjitha gjërat, nxora pasaportën, edhe sot mëngjes dola të blej ca gjërat fundit për shtëpinë. Kaloj afër një dyqani dhe shikoj tek vitrina një këmish duke si mëndafsh, edhe ishte me gjysmë të çmimi, u futa, bleva 2 këmisha, 2 balmbakje, 3 kanapire. Dhe ndërkohë që isha në mëdyshje për një palë rrobe banjo, gjeni pak se kush më del përpara. Miranda, komshia. Si është ajo burr? E di si është Miranda? Miranda flet sikur të ka zili edhe ajrin që ti thith. Ose për shembull, jepi 100 kile. Mirandës nuk i dele keqja pse nuk është ajo 120. Përshëndetje Shirley, ç'kemi? Mirë, bravo, ti bravo, pas ke dalë, bravo. Që kanë të bukur ato, tha, duke shpiriluar me sy një nga këmishat e natës që kisha bler. Si është puna me Shirley, sa gjëra të bukura bëjnë sot me materiale sintetike, Këtë për pak e ngatron me mëndafsh, kuptohet? Qoftë se ka njerëz si puna jote që nuk e njohin mëndafshin origjinal. Mbyllë gojën Shirley, mendoja, me këtë si del dot. Megjithatë, them që vajzës tënde Cindy do t'i shkoj shumë bravo, Cindy, bravo, bravo. E di që duhet ta kisha mbajtur gojën e mbyllur, por ja që se mbajt ato. O jo, o Miranda, po këto nuk janë për Cindy, këto janë për mua. Domethënë, për mua dhe për dashnorin tim. Mirandës i iku nofulla në fund këmbë. Unë nuk kurdisa. Po, i dashur Miranda, pasi unë dhe i dashur im, nisemi sot 2 javë për në ishit e Greqisë. Po 2 javë e diti. Dy javë të mbushura me... Zadziq, se s'djetë shqipoja. Qa të goja? Mos po pita asgjë. Me salat greke dhe... me buzuk, dakord? Tani do m'falësh, por duhet ikit veca zhartjera. Ti, di jo se ku ka, s'ka gjë se i gjej vetë. Rrugës për në shtëpi mendoja, po të shpate, pse a the ato fjalë? Po sikur ajo të vi në shtëpi kur t'jet toni, por nuk arrita të mendoj shumë gjatë për Mirandën,
Pasi gjej tek dera shtëpis vajzën Sindin të rrethuar me çanta dhe valixhe. Ku jemi, mame? Ku jem? O zotë, ma, nuk e di pse shkova t'jetoj me atë lopën, mame. Kam ardhur t'jetoj me juve, unë. Mua mu prejnë këmbët fare. Ej, ma, të ma bësh një kakao me buk thekur si dikur? Tha, duke lënë gjitha çantat në mes të rrugës dhe iku drejt në dhomën e saj. Ja mora çantat. Ja futa brenda. I theka bukën. I bëra kakaon. Ja çoj në dhomë. Mame, ja. O zoti mam. Nuk e di pse shkova tjetër me atë lopën, me atë Liza. O ma! Kakaos nuk I ke hedhur sheqer sa duhet, si dhe një luk. Shkoj. I hedh sheqer. Ja përzijej. Çoj lugën. Nuk dro. Mame, ja. Nga e shtuna, nga e djela, do ikim në një qendër tregtare, bëjmë shopping. Mirë, si thua? I me bi, nuk ishte 10 minuta që kishte futur këmbët në shtëpi dhe unë isha kthyer në një shërbëtore. Vetëm kur më kërkoj t'i çoja televizorin lart në dhomë, atëherë më kthjellua mendja. Sindi, zbrit pak? Zbrit. Ulo këtu? Dëgjoj Sindi. Edhe mua më bëhet vërtet qefi që erdhe t'jetosh me ne. Dhe me thënë të drejtën, edhe unë kam pasur gjithmonë dëshirë që të dilnim bashk, të hanim një drek, të flisnim, po jo sikur isha nëna jote, por sikur isha një njeri. E ke parasysh çdo të thotë një njeri? Njeri. Nuk e kemi bërë kurrë, s'ka problem, sepse ti ke pasur shoqërinë tënde. Po, çka ka? Po, I bëjmë gjitha ne këto me mami tani. Ja për shembull, shtunën do ikim ka qendër tregtare. Dëgjoj. Dëgjoj Sindi. Po, patjetër dhe e di çfarë po them. Moj me qiri ta kishe kërkuar. Kohë më të përshtatshme për të ardhur s'do kishe gjetur. Sepse tani që je këtu, mund të kujdesesh disi për babin. Babin? Të më qekaj? Shumë mirë është babe, ha? Shumë mirë është babi. Jo, shiko, babi nuk ka gjë. Por duke qenë se unë dhe Giulia nisimi sot 2 javë për në Greqi, ti mund të ndihmosh duke u kujdesur disi për të. U duk sikur një borës me ujë të nxehtë I shpërtheu në stomak. Çfarë? Se kuptova këtë? Për çfarë do shkosh ti me Giulia në Greqi, për çfarë? Dëgjoj, të keqen mami, para ule zërin, e dyta hidhet çumçakizën, mirë nuk do ta hedhësh në rregull mos e hiq. Unë dhe Giulia do nisemi për pushime. Për pushime? Se kuptova këtë? Po babi, çfarë thot për të babi? Dëgjoj tani, babi për momentin se kemi thënë gjë, do ja bëjmë surprizë. Ua sa turp! Ua dy mesogra që ikin për pushime në Greqi! Ua sa turp! Ua mami kjo është e neveritshme! Ua sa turp! Ua mami kjo është e neveritshme! Mami kjo është e neveritshme! Ua sa turp! Mami kjo është dhe iku! Morën telefon shoqin e saj Lizën, për t'i thënë që po kthehej dhe pastaj porositë taksi. Mbeta në mes të dhomës saj dhe në kokë kisha vetëm fjalët kjo është e neveritshme. I me bija që manifestonte për të drejtat e grave. Po nxirrte të njëjtat përfundime si jati. Do të thënë që unë po shkoja në Greqi për tu seks, kupton? Sa më shumë që mendoja fjalët e saj, aq më shumë ngriheshin nervat. Vetëm kur dëgjoj taksin që mbriti, atëherë hap me forcë dritaren dhe I them: Sindi, as ma vari fare. Sindi, ke të drejtë mam. Në Greqi po shkoj për të bërë seks. Për mëngjes, seks. Për drek, seks. Për mbasdite, ose si që themi ne zemër, seks. Dhe për dark, moj Sindi, ta dish ti çfarë seksi mi të keqen mami.
taksixhi u shkrim. Kjo që ka djetë, më tha. Ua, po, është djetë shumë e famshme kjo. S'ke dëgjuar ti ndonjëherë për këtë djetën? Është djeta që! Përplasi derën dhe taksia i. I nati, për aq sa zgjati, filloi të shuej dhe u ndjeva Mirane. Pse po shkoj në Greqi? Si është puna? Fëmijët mund të ta ulin komplet atë vetbesimin. Kisha gjithë të kohë që i mbushja mendjen vetes se mundesha ta bëja këtë gjë. Se s'kishte ndonjë gjë të keqe, kupton? Se nuk është se isha dhe aq e vjetër. Se bythët nuk është se i kisha shumë të mëdhaja. Kofshët nuk është se i kisha shumë të trasha. Apo barkun nuk është se i kisha shumë të fryrë për një grua që ka lindur 2 fëmijë. Ose këto shenjat këtu afër kërthizës, shenjat e lindjes, nuk mi vinte asnjëri përveç meje. Por duke kujtuar fjalët e si me bie, pa pritur e pa panderur kofshët, mu bën më të trasha se ato kolonat greke. Edhe këto shenjat këtu te kërthiza, shenjat e lindjes, mu bën më të trasha se gjurma një rrotë makine. Edhe në vend që të shkoja në Greqi, unë do të shkoja urgjent të regjistrohesha për të futur në azil. Pse po shkoj në Greqi? Ndoshta jeme bika drejt. Shirli, sa fyçk që je. Je vetëm një fyçk tjetër që mendon që koha aventurave nuk ka marrë fund. Pse po shkon në Greqi? Pse po shkon në Greqi? Për çfarë po shkon në Greqi? Pse po shkoj? Ndoshta për shkak të emocionit se nuk e di se ku do shkoj. Se nuk e di se si do t'jetë ai vend. Se nuk e di se sa i nxehtë do t'jetë dielli. Se nuk e di gjuhën e huaj që flitet aty. Se nuk e di që kur s'mbahet mend se çfarë më pret në të ardhmen. Emocioni diçka e panjohur. Emocioni të hedhur nga çatia. Edhe kur i me bi ato fjalë, ajo sikur më zuri atje. Ma i qatis, ndërkohë që unë isha bërgati për të hedhur. Mama, Zbrit, se të nga tryshte i legend, po zbrit. Dhe në atë moment, pash nga që lartësi do hidhesha. Sa larg ishte toka, dhe sa të brishta ishin kockat e mia. Në atë moment e kuptova. Po. E kuptova që isha plak, edhe nuk hidhesha dot më. Dakor, atëherë po i këtë marrë Gjulia në telefon, t'i them që kjo gjë nuk bëhet. E kam paguar ujë, nuk futem në burg, e kam paguar ujë. Hap derën, komshia, Miranda. Ç'kemi shiri, ç'a bëre mirë, ç'kemi, nuk ka rëndësi. Në shtëpi është Toni? Miranda, e di se shpuna? Toni nuk është në shtëpi, po nëse ti ke u fut. Shumë mirë që nuk është, pasi doja të ishim vetëm ne të dyja. Doja të t'jepja këtë. Dhe më zjat këtë pakur kaq të bukur. Dua ta veshësh ti. Unë nuk e kam veshur asnjëherë. Se kam pasur asnjëherë guximin tënd. E la pak në tavolinë dhe mori për nga dera. Jetrime të Shirley, bravo ti, bravo. Dhe di çfarë mendoj? Që ti je, zoti madh, nuk më nxet goja. Që ti je mrekullueshme, dakord? Dhe iku. Afron tek pako. E hap. Fustan më ndapshi. O, zot. Dhe me etiket. O, sa i bukur. Miranda kishte shumë të drejtë.
Asgjë nuk krahasohet me mëndafshin origjinal. Unë ndjeva keq që i kisha thënë Mirandës që kisha zënë dashnor. Po ju betohem as që ma mori mendja që do mbesonte. Ja që mbesoj. Do me thënë për Mirandën, unë nuk isha ajo shtëpiakja që thjesht dilte bënte pazarin dhe kthej bënte drekën. Jo, unë për Mirandën isha një grua mrekullueshme. Unë për Mirandën isha një trimresh. O Zot, unë isha kthyer në shiri Valentinën. O, sa i bukur fustani. Dhe atë qast, ashtu isha dhe unë. O, Zot, atë qast qatia nuk ishte më lartë për mua. Qatia, unë isha gati të hidhesha nga një pallat. O, gati për të nisur pra. Atëherë do të shkoj dhe do të hau linj e ullur në bregdetin e Greqisë. Uaaaa! Po ku më djetë, do shta në Greqi më përqin. Ati i gatuaj shumë mirë gjitha gjërat, dhe sepjet, dhe kalamarët, dhe risedetit, dhe unë do t'i provoj gjitha, si dikur, pa pasë frika asgjë. Ne do i budridhur nga frika, po se ja bete. Se në vënd që them, moj grua, le nam, po e kupton që e 42 vjeç apo jo? Unë do them, moj grua, ti e vetëm 42 vjeç, po gjë e mrekullueshme apo jo? Kam një fjalë me ty. Jo, ngrinë sytë kur unë flasë, ngrinë sytë. Kam vetëm një fjalë. Jasas! 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 Asu nuk e njoh veten. Ky vend më pëlqen shumë. Apo jo shkëm? Më falni se nuk u prezantova. Ky është shkëmbi. E takova ditën e parë që erdha këtu, pasi me thënë të drejtën, kur erdha ditën e parë, nuk doja të dilja në plazh të madh, pasi po të më kishin parë njerëzit, do kishin menduar që sapo ma kishin dhënë një dorë gëlqere. Edhe kështu gjeta këtë vend të veçuar, u takova me shkëmbin. Bisedat gjata me të, kuptohet që unë i flas dhe ai s'merresh asnjë fjalë nga ato që i them, se shkëm grek ky. Tani, po t'isha me Julian, ndoshta do kisha bërë një shëtitje nga plazhi i madh. Se morë vesh për Julian? Julian ala. Do me thënë jeton, po nuk është këtu me ne. Unë jo me një burr, po jo këtu, që në avion. Ishim në avion, vajte për në banjë dhe kur kthehet mi thot, dëgjoj zemër, sa po më ftuan për darkë. Më fal, si të ftuan për darkë, ku? Dëgjoj tani. Vajta unë për në banjë? Bravo. Tani, unë po prisa radhën dhe takoj këtë tipin. Tani, këtë tipi pas ka një vilë në anën tjetër të ishullit dhe më ftoi për darkë, po vetëm sonte. Ke problem me vetëm sonte? Pash njerë nga dritarja avionit, tash, si s'kam një parashut hidhem. Pastaj tash, po unë hidhem dhe pa parashut. Dhe them, jo. Julia, e di që ke vuajtur shumë, që kur i të shoh ta drodhim atë kamarierin e pizzerisë, kështu që tani nuk dua ta vrasësh mendjen për mua. Ik, bëj qef edhe shtrydhja mirë u lind. Sa mirë kuptueshme je ti. Shiko, vetëm sonte, nesër nga aty. Nesër jam aty, dakord? Kuptohet që ajo serdhi as të nesërmen, as të pas nesërmen dhe as të parsi nesërmen.
Aha, mendova. Ullin të ati burri duhet kënë qënë të atashëm. Edhe kështu mbeta vetëm. Po ju e keni parasysh që ja ka marrë mirë dorën kësaj pune. Po e bukur është që nuk ndjesha e vetmuar. Mirë po, ke parti shkëmbi dashur që njerëzve një grua e vetme, domethënë e pashoqëruar, sikur i sjell bezdi, sapo zbrisja nga hoteli për tek salla e ngrënjes, të gjithë njerëzit në restorant linin për një moment ato që ishin duke bërë. Dhe më shikonin mua. Unë që në fillim kisha zgjedhur një qoshe ku të darkoja. Më pëlqen pa mas të ulem aty mbrëmjeve dhe të shijoj perëndimin e diellit. Dhe kështu, ditën e tretë, pas një dite vetëm 8 dhe banjo dielli, e bër plak e kuqe në fytyrë, gati hipnotizuar nga perëndimi, as që e vër e pare një grua që më afrohet tek tavolina dhe më thot: I'm sorry, hello, darling, hello, hi, vumre që ti e krejt e vetme, darling, pse nuk vjen të ulesh në tavolinën tonë, ne kemi një vend bosh? Mua sikur mra perëndimi ballit. Nuk doja t'ulesha me asnjëri, nuk doja të flisja me askënd, por ndërkohë gruaja po qëndronte atje në këmbë në pritje që unë t'i ktheja një përgjigje dhe vëre që gjithë restoranti mi kishte ngulur syt. Çfarë do të ndodhte me gruan që ulej vetëm? Nuk i thoja dot jo, apo jo. Tek e fundit, zonja thjesht po mundoi të tregojë e sjellshme. Për brënda shaja dhe malkoja. Kur ula në tavolinë e tyre, u duk si kur i gjithë restoranti, të gjithë u lehtësuan tani Zhaneta dhe i shoqi më futën në tavolinë e tyre. Pa mbaruar akoma pjatën e parë, mora vesh me saktësi për masat e kuzhinës së saj. Saj kishte kushtuar shtesaj që i kishin bërë shtëpisë dhe saj kishte kushtuar shkolla e fëmijëve. Kishin 2 javë që kishin ardhur dhe akoma se kishin kuptuar që ishin Greqi. Asgjë nuk bënte për ta. Dielli ishte shumë i nxehtë. Deti kishte shumë krip, Greqia ishte shumë greke. Tani, po t'ishin vetëm këta, nuk do më bënte shumë përshtypje, por dhe tavolina ngjitur, dhe njerëzit e tjerë përreth, ankoheshin për çdo gjë. Dhe kamarieri i shkret që na servirte pjatat, i duhej të dëgjonte të flitej për vendin e tij, sikur ishte një vend i botës tretë. Në një pikë më erdhi aq zor, saqë se mbajta dot me veten. M'falni. Ju i keni parasysh lojrat olimpike apo jo? Bukur. Ju e dini që ato lojra i kanë shpikur grekrit? Madje grekrit kanë shpikur gjën më të rëndësishme të njerëzimit, rrotën. Që të kuptohemi, unë asja kisha idenë kush e kishte shpikur rrotën. Grekrit, irlandezët apo njerëzit e shpellave, po ju e dini kur më hapet goja nuk ka birë nënet ma mbyll. Dhe e dini ju se çfarë bënin pararësit tanë kur grekrit ndërtonin qytete? Nuk e dini, ju a them unë. Ata silleshin vërdall me një jetë fiku për të puluar këto organe gjenitale dhe punonin tokën me kockën e bythës së gjirafës. E kuptova me vonesë që e kisha ngritur më shumë se ç'duaj zërin. Heshtje vari këtej. Zhaneta dhe i shoqi po vrisin mendjen të shpatëm ne që i tham kësaj të çmenduret na ulen tavolinë. Në atë moment vjen kamarieri me një pjatë me fruta deti, Zhaneta merr diçka dhe fillon të haj, dhe unë si për të thënë një fjali për të rregulluar situatën dhe i them: Zhaneta, i mirë kërmilli? What? Kërmilli? Darling, kërmilli? I ratë fje këtu plas të tokë. O Zot, u përpoqja ta qetësoj, i shoqim pa vëngër, e sollën vete dhe u zhdukën. Si pash më që atëherë.
Kështu që, me që rifitova përsëri lirin time, dola të bëj një shëtitje në atë mbrëmje aq të bukur. Dhe aty takova atë. Kristofor Kolombin. Emri i tij në të vërtetë është Kosta, që të sqaron. Por unë i thras Kristofor. Dhe bas që ju nuk e dini pse i thras, apo e dini? E dini pse i thras Kristofor? Jo. I thras Kristofor se ai ka një varkë, në fakt varkën e ka vllajti. Dhe se ai, domethënë ne, zbuluam atë klitorin. Mendoni që është gjë e turshme, ço ikëm nga shfaqja, po lërë tani shumë ikëm. Lërë tani shumë shfaqja në klubin në Taiwan nga shfaqja. Lërë tani spagova unë 3.000 lekë për gjuar për klitorin. Pes, lotra, pes, që shkoj? Mesa. Mendoni që jam grua e keqe përderisa mendon dhe shoqja ime Giulia. O, Sheli, e di si po sillesh komplet si adoleshente, ama mos më thuaj që u drot toka, Giulia. Unë thash se era tërmet. Të vetoa 9 ballë madje. Dakord. Mjaft mos më thuaj detaje, dakord mos më thuaj. Po, u bë xheloze për mua. Sigur ja kisha unë fajin. Nëse ajo nuk do ishte zhdukur me atë karafilin e vet, unë nuk do ta kisha takuar kur Kostën. Ai mi puthi të gjitha shenjat këtu, afër kërtizës. Mi puthi duke më thënë që ato shenja ishin të bukura, sepse ato ishin shenja jete. Tregonin që unë isha gjallë, që unë kisha mbijetuar. Ju meshkujt, Jo, të lani dhe të lyeni kur u andon qefi, Po i bukura me Kostën është që dhe kur thoshte budallëqe, i besonte dhe vetë. Edhe kështu atë natë, kur dola për bërë këtë shëtitjen, shikoj dritat e ndezura tek një tavern. Afrohem dhe i them baristit. Kalispera. E di që mbase kjo duket pak kërkesë kështu, jo normali, por a mund të lutem që këtë tavolinë dhe këtë karike të ma çoni buzdetit, Ju doni tavolina karika buzadetit? Juve nuk ju pëlqen lokale? Jo, më pëlqen shumë, por kam një ëndër të marr. Dua të pi një gotë verë e ullur buzdetit. Endera! Mirë. Enjoy your dream! Dhe m'la ty, me detin, qiellin dhe ëndrrën time të marr. A ju ka ndodhur që kur përfityroni diçka, ajo s'del asnjëherë ashtu? Domethënë kisha gjithë të kohë që ëndërroja për veten time në këtë moment, duke ditur me eksaktësi se si do ndjesha. Por doli që nuk ndjesha as pak ashtu. Ndjesha e marr, budallaçk dhe të merrsisht shumë plak. Kisha lejuar të jetoja një jetë kaq të vogël që edhe ajo do mbaronte shpejt. Po për çfarë kemi këtë jetë kur nuk e jetojmë? Po këto ëndra për çfarë i kemi kur si realizojmë? Ja këto gjëra mendoja dhe loto çurk.
Vjen një moment, shumë vonë, baristi për të marrë gotën. Ajo ishte plot, s'kisha pirë asnjë dhënë. E vuri re që unë kisha qarë, por nuk tha asnjë fjalë. Ul aty, afër meje, dhe anguli sydetit. Dhe vetëm kur e kuftoi që ishte momenti I dur për të folur, tha: Endra. Si gjejma asnjëra ke vendi që ne mendojmë, a? Unë vetëm po hova me kokë. Ela, tha. Ela shoqëroi unë ke hoteli. Dhe rrugës, për tek hoteli, më thot që quaj Kosta. Dhe I thash që quajsha Shirli. Hey, Shirli, a ke dëshirë avion marrë nesër me varka dhe bëm një gjiro rreth Ishullit? Marrë varka, suflaki, vera? Jo, I thash Kosta, faleminderit shumë, edhe kaq dhe ti bëre shumë. Ti ke frika. Ti ke frika unë seks me ty. Unë dua seks me ty, po Kosta thot gjëja tjetër, Kosta thot marrim një varka dhe bëjmë një gjiro, do më thënë, seksa, varka, suflaki. Mua një ftyrë më vinde tjetra mikte. Dakor, ti them unë, dakor. Atere ora 8 preske moli. Kuptohet të nesmen isha zgjuar që pak dhirë. Bie dera, thash po ky erdhi deri këtu? Ha derën, Giulia, si ishim parë që në avion. Më fal, jam 3 ditë me vonese, di, më fal. Të lutem. Shti thoja, ajo kishte paguar që unë t'isha këtu. Sigurisht që të kam falur, Giulia. Zot, çfarë shoqe mirë kuptueshme që jetë. Jo, tani. Do ta zëm që kjo është dita e parë e pushimeve. Si thua, marrim një makinë dhe I biem rreth për qark Ishullit, se e di unë ti këto 3 ditë ke ndenjur në dhomë dhe ke folur me murin. Me kë mur, me këtë apo me atë mur? Ua, që më ngritën nervat. Thash, po kjo për kë më merr? Për në një fëmijë 5 vjeç apo për në një plak të rritur? Sa po bëhesha gati ti ktheje një përgjigje, hape dera deri në Kosta. Puise, Sili, puise! Priti Kosta ke moli, pastaj tha, Kosta, logico. Sili fjeti vona mbrëma, po Sili s'djohet vona sot, Kosta, logico! Ela, pret 10 minuta, Ela, pret ke moli, Kosta, mira, Ela, dhe kur kalon afër Giulia si thot, më falni, pengova punën, vazhdoni pastroni dhoma. Ju betohem, në qoftë se Giulia nuk do të më kishte folur ashtu që parë, do I kisha thënë Kostës që nuk vi, ose të paktën merrnin dhe Giulian me vete. Po kur ajo filloi të dërdëlliste se unë s'kisha qenë asnjëherë jashtë shtetit, se unë nuk I njeh meshkujt, se këta grekrit e Ishullit mezi presin që mesograt të vinë të dëshpëruara që këta hapa derën, dola. A e dini që varka si thash unë? Po, desa shpejti jepja. Lundruam për milje të tëra dhe biseduam, qeshëm me një zemër. Si është puna, kur je me dikë që të pëlqen, nuk ka rëndësi sa vjeç je. Je 20, 40, 62, ti ndihesh e gjallë. Ndalojmë barkën një moment dhe I them Kostës. Kosta, sa I thellësh deti këtu? Apo, mos shty. 1.000 metra, 10.000 metra, pa punësia. Atëherë qëndrova mu në cep të varkës dhe angula syt detit që ishte I thellë deri në pafundësi dhe u ndjeva e fortë dhe pak e çmendur, si atëherë kur hidhesha nga çatia. U hodhëm të dy në ujë. Edhe unë e dija që Kosta do ta mbante fjalën, por unë nuk doja që ai ta mbante. Kështu që notova drejt tij, I hodha duart në qafë, e puthja solli puthjen, dhe aty bëra zbulimin e madh. Zbulimin e Kristoforit. Dhe aty I vura emrin Kristofor Kolombi dhe ai shkreti që thoshte Kosta!
thash, o zoti mal, po kjo orkestër në mes të detit qdo. Dhe pastaj, kur tingujt e orkestrës brënda me e po zhdukeshin, atëherë më shkrepja i mendim. Në fillim, u përpoqja ta largoj, por ai mendim qëndronte aty. Po sikur unë në ndonjë mënyrë apo një tjetër të mos kthehem në shtëpi. Pse du të kthehesha të bëhesha prapë shërbëtorja, ndërkohë që tani se kishte më nevojë njëri, fëmijët ishin rritur, sigurisht që ata do thonin që e gjitha kjo ishte skandaloze. Domethënë të kesh një nën që ikën për pushime, e të mos kthehet më. Dhe kur i mendoja këto, jo se kisha rënë dashuri me Kostën, as pak. Kisha rënë dashuri me mendimin se duhet jetoja. Dhe në ditët që pasuan, në çdo veprim që bëja, ai mendim ishte aty. Nuk do të kthehem. Nuk do të kthehem. Por në të vërtet, e dija, po, që më duhet kthehesha. E dija. E dija që isha një prej miliona njerëzish që kur shkojnë për pushime, bëjnë aq shumë qef, sa që nuk duan të kthehen në shtëpi. O zot, si s'bëm njerë atë që duam, po atë që duhet. Dita nisjes erdhi. I dhash Langomirën Kostës dhe bashkë me Julian u nisëm për në aeroport. Rrugës për tek sporteli, pyes Julian. Julian, pse kemi gjithë të jetë pa jetuar? Ha? Pse? O zoti, ma shirli, o zot. Ti me këto pyetje të filozofie gjallje, kupton? Për shkak të meshkujve, ja pse, i gjithë thaj është i tyre. Gjepura mendova. Nuk është vetëm thaj i meshkujve. Nuk janë vetëm meshkujt që ja bëjnë këtë gjë grave, sepse unë kam parë Tonin. Dhe e di që e njëjta gjë është dhe për të. Ai ka më shumë jetë brenda nga që jeton. Mbërrim tek sporteli. Valixha ime me një etiketë mbi të, u nis drejt shtëpisë. Ja ngula syt derisa u zhduk brenda një brime të zezë. Dhe aty e kuptova. Po, e kuptova. Unë nuk do shkoja me të. Julia, kur mpa që u ktheva, më thriti. Kur e kuptoj se çfarë kisha ndërmend bëja, u lëriti. U lëriti që unë të kthehesha, dhe vura re që të gjithë njerëzit në aeroport më kishin ngulur syt dhe unë e dija që të gjithë ata donin që unë të kthehesha, por unë vazhdova drejt. Me vete kisha pasaportë, çantë, fustan, edhe disa qindarka që ikën më njëherë sa po pagova biletën e autobusit. Kthehem në tavernë dhe gjej Kostën që po i thoshte një gruaje. Ti ke frika? Ti ke frika unë seks me ty? Unë jo seksa, varka. Oh, Shirli! Të shkretit, sa nuk e ra në ullit në fund këmbë këmta. Kosta, qetësohu se nuk erdha për ty. Erdha se dua punë. Dua punë në tavernën tënde. Kështu, u bën 2 javë që punoj atje.
Ditën e kam pushim dhe punoj vetëm mbrëmjeve. Por sot, sot e kam gjithë ditë pushim. Sot vjen Toni. Po. Herën e parë, më morin telefon, nuk më la gjë pa sharë dhe pa bërtitur. Më tha që i kisha nxirr faqen atij, fëmijëve dhe vetes. Bëra gjën më të natyrshme në botë. I mbylla telefonin. Herën e dytë, mbasi ishte kthyer Xhulia, më thotë që dinte gjithçka rreth historisë time të dashurisë. Por, në qoftë se unë kthehesha vetë atje ku unë e kisha vendin në shtëpi, ai ndoshta nuk do ma zinte kurrë me gojë. Dhe unë që i them, Toni, e vetmja histori dashurie që kam pasur është me veten time. Kam rënë në dashuri me idenë e tjetuarit. Nuk jam një grua jashtëzakonshme, nuk kam për të hyrë në librat e historisë, por kjo grua po jeton. Pasoj një heshtje e gjatë. Mendova se e kishte mbyllur telefonin, vetëm kur dëgjoj Shirley. E kuptoj, është ndryshimi i jetës, ha? Po, Toni, është ndryshimi i jetës. Kështu që mos harxho parat me telefonata për të më bindur që unë të kthehem. Unë nuk kthehem më. Dhe pastaj më solli këtë letër. Këtë letër ku më thoshte se më donte akoma dhe se do vinte këtu të më merrte, të më shpëtonte. Do me thënë, Zoti ruaj ta burrat, sa filma me aksion kam parë, Nese, shpresoj që ai të qëndroj ca ditë këtu, i duhen ca ditë pushimit mira, i duhet ta ndjej atë diellin në lëkurë, dhe ndoshta, në fund do ta kuptoj. I kërkova Kostës të më nxirrte një tavolinë dhe një karrike buzetit. Ti kërkon pra pendera? Jo, i thash Kosta. Dua të ulem këtu dhe të pres Tonin kur të vi. Ai do kaloj utushëm tek shëtitorja e Buzdetit, sepse nuk do më njoh dhe pastaj do të vazhdoj andej. Unë do ta ndjek me sy dhe një moment do ta tras. Toni, ai do kthej kokën dhe do ketë një pamje shumë të shushatur në fytyrë, gati komike. Dhe unë do t'i them, Toni, unë isha grua e jote. Isha nëna e fëmijëve tu, por tani jam prapë Shirley Valentina. Ke dëshirë të pish një gotë verë me mua?